Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Të nderuar teleshikues, ja të kemi për të trajtuar një prej shqetësimeve të radhës, të cilat tani më janë të mirënjohura për ju, dhe radha është të flasim për shqetësimin shumë të duhur dhe kryesor që e karakterizon çdo njeri, e në veçanti çdo të re dhe çdo të ri, e që është si ta përmbaj veten time. Duke qenë se faza rinore karakterizohet me theksim të impulsivitetit, të temperamentit dhe të fuqisë, është e udhës që të edukohet mirëfilli ajo, për arsye se në fazën rinore realisht fillojnë të gjitha formimet dhe ndërtimet tona. Andaj për ta kuptuar rëndësinë e vetë përmbajtjes, fillimisht duhet ta dimë rrezikun e zemërimit, të nervozizmit. Zemërimi është veti shkatërruese. Nuk ka dyshim se zemërimi është emocion i natyrshëm që gjendet te krijesa njerëzore, por kur ajo nuk kontrollohet apo nuk edukohet si duhet dhe sa duhet, atëherë ajo shndrohet në një prej tiparave më të rrezikshme që shkakton çrregullime serioze në karakterin e njeriut, sepse i prish marrëdhëniet e tij me veten, por edhe me të tjerët, por gjithashtu edhe e shkatron njeriu në mendje dhe në shpirt. Zemërimi lind si pasojë e pakënaqësisë, padrejtësisë ose e ofendimit. Dhe ajo që më së miri e përcakton nivelin e pjekurisë sonë në raport me të është mënyra se si reagojmë ndaj tij. Pra në momenti kur ne zemërohemi, si reagojmë, si e trajtojmë atë. Kjo më së miri tregon se kush dhe çfarë realisht jemi duke bërë në raport me ndërtimin dhe edukimin tonë. Zemërimi, nëse ushqehet, atëherë ajo shndrohet në hakmarrje, në pakënaqësi të shumta, në shpërthim, eksplodim e madje edhe në dhunë. Prandaj kontrollimi dhe edukimi i zemërimit është përgjegjësi e rëndësishme jetike për secilin prej nesh, sepse mundëson paqe shpirtërore me vetveten, por edhe paqe shoqërore në përgjithësi. Dietarët islam, kur flasin për zemërimin, normalisht që secili prej tyre mundohet që ta definojë atë në bazë të asaj që ka ditur dhe ka përjetuar në jetën e tij. Dhe ndër ata që është marrur me këtë çështje është Imam Gazaliu, i cili e përshkruan zemërimin kësaj. Ai thotë se zemërimi është një zjarr i brendshëm që ndizet nga shejtani, i cili erroson mendjen dhe e shtyen njeriu drejt humbjes së kontrollit. Pra, esenca e nxitjes së zemërimit dhe e daljes së tij nga ekuilibrat e nevojshëm është djalli i mallkuar. Pra, dobësinë e gjendur tek qenia njerëzore, djalli di ta shfrytëzoj shumë mirë. Pra, di ta godas, ta prek njeriu në momentin kur ai është i zemëruar. Gjë që shkakton pastaj humbje të kontrollit. Humbje të kontrollit edhe emocional, por edhe atij fizik. Pra, nëse zemërimi nuk edukohet si duhet. Ndërkaq Imam Ibn Taymija rahimahullah thotë kësaj: njeriu që lejon zemërimin të udhëheqë vendimet e tij i është dorëzuar veçkatrimit. Pra çdo njeri që ja lejon vetvetes që ta kontrollojë, që ta orientojë, ta dirigjojë zemërimi i tij dhe jo vetkontrolli i tij apo përmbajtja e vetvetes së tij, ai e çon veten e tij në veçkatrim. Sa herë që njeriu nervozohet apo kaplohet e mbizotrohet nga zemërimi i madh, ai realisht është përballë përzgjedhjes se a dëshiron që të udhëhiqet nga ky emocion i ligë, siç është zemërimi, apo dëshiron që atë ta ketë nën kontrollin e tij në mënyrë që të mos ketë pastaj pasoja të rënda e shpeshherë edhe të parikuperueshme. Kur e kuptojmë seriozitetin e çështjes se zemërimi është veti shkatruese, pra kur ajo nuk edukohet dhe nuk kontrollohet si duhet e sa duhet, atëherë do të dimë se si të punojmë me të, do të dimë se si ta menaxhojmë atë, edhe do të dimë se si të ruhemi prej pasojave të tij. Pasojat e zemërimit janë të shumta. Dhe nëse do t'i përmbledhnim gjitha ato, atëherë lirisht mund të themi se
zemërimi është një helm i heshtur që shkatron harmoninë familjare e para se gjithash e shkatron vetbesimin. Pra, një helm që kur nuk zbulohet dhe nuk trajtohet si duhet, e sidomos në periudat më të nevojshme të jetës, siç është periudha rinore, atëherë ai shkatron për brenda, shkatron në shpirt, në mendje e madje edhe në trup, sepse zemërimi është sikurse një vulkan shpërthyes, i cili po gjeti hapësirë përfshin çdo gjë që e ka para vetes. Kështu është edhe me njeriu i cili nuk është në gjendje që ta kontrollojë vetveten e tij, sidomos në goditjen e parë apo në provokimin e parë. Atëherë ai bëhet shkak i shpërthimit të vetvetes, gjë që çon pastaj në pasoja të rënda. Por ai që e kontrollon zemërimin e tij, ai që e edukon atë si duhet, sado që të zemërohet, ai nuk lejon që të bie në ndikimin e tij. Nuk lejon që të dirigjohet dhe të orientohet në ato momente emocionale nga ai, por e merr në kontroll vetveten e tij dhe i analizon gjërat e nuk bën veprime të pamatura. Në aspektin shpirtëror, zemërimi lë pasoja të rënda. Siç thotë edhe Ibn al-Qayyim rahimahullah, thotë zemërimi është një shpirt që nxjerr jashtë natyrën e egër të njeriut. Ai është robëria e shejtanit ndaj egos. Pra njeriu kur zemërohet, aty realisht e tregon vetveten e tij se kush është ai. E shpërfaq brendinë e tij, e shpërfaq realitetin e brendshëm të tij, sepse aty më nuk ka maskim. Aty je vetvetja. Qoftë për një konflikt interesi të zakonshëm, qoftë për ndonjë provokim momental, mënyra se si ne i qasemi problemit, mënyra se si e kontrollojmë zemërimin tonë tregon realisht se kush jemi ne. Në qoftë se nuk e kontrollojmë atë, atëherë bëhemi rob i egove tona. Bëhemi rob i egove tona që do të na dirigjoj zemërimi ynë. Prandaj zemërimi shpirtërisht e rrit tensionin emocional, e prish qetësinë mendore dhe shpesh çon në pendim pas veprimeve impulsive. Jo rallëherë ndodh që njerëzit që shquhen me zemërim të theksuar, të pa kontrolluar, ata shpirtërisht nuk janë të qetë, çdo herë janë të stresuar, hahen në vetvete. Kjo është për shkak të mos edukimit dhe të mos kontrollimit të zemërimit të tyre. Nervoza i dominon ata, madje edhe i mbretëron pothuajse tërësisht, qoftë në shpirt apo në fjalë e në veprime. Gjë që shkakton pastaj edhe humbje dhe shkatrim të paqes me vetveten. Dhe nuk ka pasojë më të rëndë se sa të mos kesh paqe me vetveten. Njeriu kur nuk është në paqe me vetveten, nuk është në paqe me asgjë tjetër. Por ai që e ka nën kontrollin e tij zemërimin. Pra, nuk bie prej e zemërimit, e ruan paqen shpirtërore me vetveten. Gjë që pastaj do ta ruaj edhe paqen me të tjerët. Prandaj edhe bën që të ketë qëndrime serioze, dinitoze në ato momente, ndonse nuk është e lehtë, por atij edukata ia mund hidhrimin, ia mund zemërimin. Pastaj zemërimi ditë shkatroi edhe marrëdhëniet me njerëzit, sepse zemërimi dëmton lidhjet familjare, miqësore e profesionale. Ai shpesh i bën njerëzit të largohen ose të mbajnë qëndrime armiqësore. Janë të shumta dhe të shpeshta rastet kur njerëzit prishen, qoftë edhe për diçka krejtësisht banale, vetëm për shkak se nuk ka qenë në gjendje që ta kontrollojë vetveten e tij, konkretisht zemërimin e tij. Pra nuk ka qenë i vetë përmbajtur. Në afekt ka thënë fjalë që nuk do duhej të thuheshin, ose ka bërë reagime të pamatura që ka shkaktuar plasaritje në zemrat e njerëzve. Sidomos kur bëhet fjalë për ata njerëz, qofshin familjar të afërt apo të largët, apo kolegë të punës e kështu me radhë që kanë pasur mendim të mirë për ne. Kanë pasur madje mendimet më të mira të mundshme. Në momentin kur ne nuk kemi qenë në gjendje që ta kontrollojmë dhe ta frenojmë zemërimin ton, kemi thënë ndonjë fjalë të pamatur që ka shkaktuar pastaj edhe pengesa dhe ka barrikaduar mes nesh dhe mes tyre. Dhe kjo ndodh për shkak të pamaturive që buron nga mos kontrollimi i zemërimit. Sa familjar janë zënë mes vete e madje edhe nuk vizitohen, janë të hidhruar, edhe ndoshta edhe kanë krijuar barrikada të patejkalueshme padrejtisht pikërisht për shkak të mos kontrollimit të zemërimit. Pra zemërimi ditë i shkatroi marrëdhëniet familjare, por edhe ato profesionale. Prej pasojave tjera të zemërimit është ai fizik, pra lë pasoja të theksuara në fizikun e njeriut, sepse zemërimi i shpesh lidhet me rritje të tensionit të gjakut.
Gjithashtu edhe krijon probleme kardiovaskulare dhe stres kronik. Çdo herë njerëzit që vuajnë nga nervozizmi i pakontrolluar, nga zemërimi i theksuar, ata nuk gjejnë paqe as me trupin e tyre. Çdo herë gjaku i tyre është në nivele të larta, zemërimi i tyre shkakton edhe stres kronik, vazhdimisht është i paqet, vazhdimisht është i ngarkuar. Pra edhe në gjendjet më paqësore ai nuk gjen paqe. Edhe në gjendjet më të kthjellta, edhe në gjendjet ndoshta me pamjet më të bukura natyrale, ai prap nuk gjen qetësi me vetveten sepse stresi kronik që i është shkaktuar për shkak të zemërimit nuk e lë atë të qetë. Pastaj edhe sëmundjet tjera kardiovaskulare që i tregon mjekësia moderne, të cilat vijnë si pasojë e mos kontrollimit të zemërimit. Pra, kësaj ne e kuptojmë se para se ta njohim rëndësinë dhe vlerën e vetpërmbajtjes, duhet ta dimë rrezikun e zemërimit të tepruar apo të pakontrolluar. Sa i përket vlerës dhe madhështisë së vetpërmbajtjes së njerëzit, e sidomos në fazën tonë rinore, argumentet kuranore dhe ato pejgamberike që flasin për një gjë të tillë janë të shumta. Që unë do ta specifikoja, do ta veçoja ajetin kuranor ku Allahu, pasi që bën thirrje direkte tek të gjithë besimtarët e tij që të nxitojnë drejt Allahut të Madhërisëm, ai thotë kësaj: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin." Nxitoni drejt faljes së Allahut të Madhërisëm për gjunahet tuaja të vepruara, që i dini apo që nuk i dini, nga se nuk ka vlerë më të madhe dhe nuk ka shpërblim më madhështor si në jetën e kësaj bote, po ashtu në botën tjetër, se sa të arrish faljen e Allahut për mëkatet tua, sepse kur e arrin robi faljen nga ana e Zotit, realisht e ka arritur më të mirën e mundshme, nga se i faluri është edhe i shpëtuar, i falur është edhe i shpërblyer, i falur është edhe pe banorëve të xhenetit inshallah taala. Pastaj thot, dhe drejt xheneteve të Zotit, gjërësia e cilave është sa hapësira mes qiejve dhe mes tokës. Dhe përmend se këto xhenete janë përgatitur për të devotshmët. Tani, kush janë të devotshmët në këtë rast? Thot Allahu në Kur'an: "Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra." Janë ata të cilët i japin në rrugt të Allahut, edhe kur kanë mjaftueshëm, edhe kur s'kan mjaftueshëm. Pra, në çdo situatë jetësore, ata janë bamirës. Dhe këtu kemi të bëjmë me bamirësinë materiale. Pastaj shkon në një nivel pak më të lartë. Thot: "Wal-kadhimina al-ghayz." Edhe ata që e frenojnë mlefin e tyre. Pra ata që kanë vetë përmbajtje, e përmbajnë vetën e tyre, nuk shpërthejnë, nuk janë impulsiv, nuk kontrollohen nga zemërimi i tyre, por ata e kontrollojnë zemërimin e tyre. Dhe kjo është bamirësia morale. Dhe së fundmi thot: "Wal afina 'anin nas", dhe ata që i falin njerëzit, falësit e njerëzve për gabimet e tyre eventuale, madje edhe për padrejësitë e tyre eventuale. Dhe ky është niveli më i lartë i bamirësisë, pra bamirësia spirituale. Kur robi jep nga shpirti i tij falje. Dhe më e shtrejtja është kjo, nga se është shumë lehtë që t'japim nga xhepat tanë pasuri materiale, është pak më vështirë që t'japim nga aspekti ynë moral, nga hisja jonë morale, pra kur ne përmbahemi, nuk nervozohemi apo nuk shpërthejmë, dhe së fundmi kur ne japim faljen për gabimet dhe padrejësitë eventuale që dikush i bën në raport me ne. Prandaj Allah thotë: "Wallahu yuhibbul muhsinin", Allahu i do bamirësit. Pasi që i përmend 3 nivelet e bamirësisë, thot se ai i do bamirësit. Si mos t'i dojë Allahu bamirësit, kur bamirësit realisht janë njerëzit më kontribut dhënës dhe më dobiprurës në shoqërinë njerëzore, të cilat përpos që japin materialisht, japin edhe moralisht e shpirtërisht. E poenta jonë është pikërisht bamirësia morale, e cila arrihet përmes vetë përmbajtjes, përmes vetë kontrollit të emocioneve tona, kur ne nuk lejojmë që të bijmë prej e emocioneve të pakontrolluara, e që pastaj zemrimi të dominoj në karakterin ton dhe rrjedhimisht edhe në fjalët dhe në veprimet tona. Allahu na ruajt. Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi një njeri dhe i tha që ta këshillonte me ndonjë këshill të momentin, nga se ai e ndjente veten të nevojshëm për një këshill. Çfarë i tha? Shumë shkurt, shumë qartë. La taghdab. I tha: mos u zemro, mos u nervozo. Tha: më këshillo prap. Tha: la taghdab. Së dyti i tha: mos u nervozo, mos u zemro. Së treti, pasi që kërkoi një këshill tjetër, i tha po të njëjtin gjë. Tha: mos u nervozo. Pra mbaje veten,
kontrolloje veten. Pse ja dha këtë këshill? Ndonë sa ai priti krejtësisht diçka tjetër. Për arsye se nuk ka mbrojtje më të mirë për vetët tona se sa kontrollimi i zemrimeve tona. Mos kontrollimi i zemrimeve tona shkakton probleme të shumta pastaj. E hap derën e shkatrimit moral, por edhe shpirtëror. Por ai që e kontrollon zemrimin e tij, ai çdo herë do të jetë i mbrojtur nga gabimet fatale, nga gabimet e parikuperueshme. Dhe kjo këshill që ja dha pejgamberi i dashur këtij sahabiu nuk ishte e rastësishme. Ishte e qelluar, ishte me vend. Ndonse pejgamberi i dashur çdo herë këshillonte në bazë të personit që vinte dhe në bazë të kërkesës së atij që e parashtronte. I njihte mirë dobësitë, por edhe përparësitë atyre që i parashtronin pyetjet. Prandaj ai në momentin që e shihte një dobësi tek ai person, tek ai parashtruesi pyetjes, i qasej pikërisht atij problemi. Nga se shënimi i tij ishte shërimi i zemrave. Shërimi i sëmundjeve të brendshme, të cilat din të jenë shumë më të rrezikshme se sa ato të jashtmet. Dhe në momentin që e kuptoi se ky njeri karakterizohej me zemërim të pakontrolluar, ai ja dha këtë këshill. Këshill kjo e cila realisht është jetike. Jo vetëm për atë sahabi që e pati nderin ta dëgjonte nga goja fisnike e Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam, por edhe për gjithë ne. Nëse ne arrim që ta edukojmë veten tonë, ta kontrollojmë zemrimin tonë, mos lejmë që nervoza të dominojnë në fjalët dhe në veprimet tona, realisht ne e kemi formuar dhe e kemi edukuar karakterin tonë me një pasuri shumë të lartë dhe shumë të vlefshme siç është vetëpërmbajtja. Pastaj, gjithashtu pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam kur u tha sahabëve të nderuar se kush realisht është njeri i fuqishëm. Çdo kush prej nesh ka dëshirë që të jetë i fuqishëm. Sidomos ata që gëzojnë fuqi fizike të theksuar, kanë dëshirë që të jenë të parët në këtë drejtim. Dhe kur fliste me sahabët e tij, pejgamberi i dashur, ndër tjerash ai u tha kësaj: "Lejse shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Tha, nuk është i fuqishëm apo i fortë ai që ditë përleshet, ai që zihet me njerëz dhe i mund në mundje të tjerët. Pra nuk është i fortë ai që në fizikun e tij është i fortë, ka një fuqi të theksuar fizike. Por tha, realisht i fuqishëm është ai i cili e përmban veten e tij në zemrim. Kur e kaplon zemrimi, kur e kaplon hidhrimi dhe nervoza, ai e menaxhon anën emocionale të tij. Ai e mban veten nën kontroll. Nuk del prej suazave të së lejuarës, edhe në të folur, edhe në të vepruar. Ky është realisht i fuqishëm. Madje nuk ka njeri më të fuqishëm se sa ky, për arsye se ai që gëzon një vetë përmbajtje të kësaj natyre, ai parandalon shumë pasoja të rënda, parandalon shumë rreziqe, parandalon shumë konflikte, shumë përçarje e ndarje mes njerëzve. Ca prej rasteve të shumta janë që për shkak të një maturie të kësaj natyre, njerëzit nuk janë ndarë, nuk janë përçarë. Jo rallëherë edhe kanë ardhur dhe kanë kërkuar falje për pamaturitë e tyre. Sikur ky njeri i fuqishëm në shpirt të bëhej i dobët dhe të reagonte pamaturisht, thonte ndonjë fjalë në afekt, apo të reagonte, Zoti na ruaj, fizikisht, do të shkaktonte konflikte serioze, do të shkaktonte dhunë, dhe jo që nuk do të zgjidhte problem, por mbas edhe do t'i garantonte ato probleme që të jenë të pasgjidhura për gjithmonë. Por ai i cili e ka veten në kontroll, ky është realisht më i fuqishmi i shoqërive tona, sepse me fuqinë e tij shpirtërore, me fuqinë e tij morale, për një karakteri të formuar dhe të edukuar si duhet, ai arrin jo vetëm t'i parandalon shumë rreziqe, por t'i zgjidh shumë probleme. Prandaj njerëzit kur kanë konflikte, kur kanë probleme, qoftë familjare apo shoqërore, ku adresohen? Adresohen tek njerëzit që shquhen me vetëpërmbajtje, që shquhen me maturi, që janë njerëz që dinë t'i zgjidhin problemet, jo t'i shtojnë ato. Nëse ne arrim që vetëpërmbajtjen ta gdhendim në shpirtrat tanë, ta pasqyrojmë atë përmes fjalëve dhe përmes veprave tona të matura dhe të kontrolluara, ne do të bëhemi për këtyre adresave të shëndosha që njerëzit do t'i trokasin dyert tona për të kërkuar zgjidhje për problemet e tyre. Sa i përket argumenteve tjera,
do të flasim me lenin Allahut pas një pauze të shkurtër, gjë që shpresoj dhe besoj që ju do të vazhdoni të qëndroni me ne në mënyrë që të përfitojmë nga këto argumente kuranore dhe pejgamberike, e para së gjithash në mënyrë që ta edukojmë karakterin ton me një prej vlerave më madhështore islame, siç është përmbajtja e vetvetes. Qëndroni me ne, Zoti ju ruaj. Rikthehemi sërish për të trajtuar një prej shqetësimeve më kryesore dhe më përmbajtësore në jetën e njeriut, e në veçanti në jetën e të rijut, e që është si ta përmbaj veten. Pyetje kjo që me vend parashtrohet dhe kërkon përgjigje adekuate, nga se ka të bëjë me formimin dhe edukimin e fazës më të rëndësishme jetësore, siç është ajo rinore. Përmendëm para së gjithash atë se një prej vetive më shkatruese për njeriu është pikërisht zemrimi apo mos kontrollimi i tij. Gjithashtu përmendëm edhe prej pasojave që shkakton zemrimi, e në veçanti përmendëm argumente kuranore dhe disa pejgamberike rreth vlerës dhe rëndësisë së vetpërmbajtjes. Pra kur njeriu karakterizohet me cilësinë dhe virtytin e vetpërmbajtjes, çfarë realisht përjeton në shpirtin e tij, në mendjen e tij, por edhe në trupin e tij. Për argumenteve tjera që vlen të përmendet është gjithashtu dhe hadithi ku pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidha da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu fi ay al-hurisha. Ai i cili e përmban veten e tij, pra në momentin që ka mundësi të shpërthej, të eksplodoj, kur dikush e provokon apo i cënon diçka, por ai nuk e bën një gjë të tillë, reagon me maturi, me vetpërmbajtje, atëherë thot Allahu në ditën e gjykimit do ta thras para gjithë krijesave të tij që do të ekzistojnë atë ditë, do ta veçoj atë dhe do t'ia mundsoj që të zgjedh nga hyrit e xhenetit çfarë të doj. Një mirësi dhe një privilegj për këtë njeri i cili e ka dëshmuar gjatë jetës së kësaj bote fuqinë e tij shpirtërore dhe morale, në momentin kur e ka përmbajtur veten. Pra, në vend se të shpërthej, në vend se të zgjidh problemet me reagimet pa matura dhe krejtësisht emocionale, ai është treguar racional, është treguar shpirtëror. Nuk ka lejuar që paqen me vetveten ta shkatrojë, pastaj edhe me të tjerat, për rrjedhoj, ai do ta gëzoj këtë privilegj dhe këtë nder, ku Allahu i Madhërisht do ta thrasë me emër e me mbiemër para të gjitha krijesave në ditën e gjykimit, njerëzore e gjindore, e madje edhe në pranitë e melekëve të Allahut, si një privilegj ekskluziv për këtë njeri i cili arriti që ta meritoj ata, pikërisht nga ajo që manifestoi në jetën e kësaj bote për vlerës së vetpërmbajtjes. Pastaj një hadith tjetër, pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam thot, kur dikush prej jush zemërohet, le të kërkojë mbrojtje tek Allahu i Madhërisht nga djalli i mallkuar, sepse zemërimi është nga shejtani. Pra ky hadith na tregon se momenti kur ne cytemi nga djalli i mallkuar, sidomos në momentet e pafavorshme për ne, në momentet ku mund të dominoj emocionaliteti ndaj racionalitetit. Dhe aty ne e tregojmë gatishmërinë tonë dhe kujdesin tonë në raport me shpirtin dhe me moralin tonë, vetpërmbahemi, atëherë ne realisht tregojmë se nuk e ndjekim rrugën e djallit mallkuar. Dhe krijojmë një lloj pengese të fuqishme mes nesh dhe mes cytjeve të djallit për të mos u lënë vend atyre në zemrat tona. Por kur një njeri për shkak të provokimeve, për shkak të reagimeve të pamatura të disa njerëzve, ai bie pre dhe lejon që zemërimi ta dominoj racionalitetin e tij, atëherë ai do ta ndjek rrugën e djallit mallkuar që nga momenti kur ai e bën një reagim të pamatur, sepse realisht tregon një papjekuri të lartë, saqë lejon djallin e mallkuar që ta merr në kontrollin e tij dhe t'i dirigjoj edhe emocionet e tij, pastaj edhe shkakton pasoja të rënda. Tani të kalojmë tek dobit e vetpërmbajtjes. I kuptuam pasojat e zemërimit apo të zemërimit të pakontrolluar. Ti njohim edhe dobit e vetpërmbajtjes, në mënyrë që t'ia dim vlerën këtij virtyti të lartë dhe ta kultivojmë atë sa më shumë që të jetë e mundur në shpirtrat tonë dhe në jetën tona në përgjithësi.
E për këtë më së miri tregojnë dietarët islam, ndër të cilët është edhe Ibn Rejebi, rahimahullah, i cili në veprën e tij Jamiul Ulum wal Hikam shpjegon se vetë përmbajtja nuk është vetëm durim, por është kulmi i adhurimit në kohë tensioni. Shikoni sa bukur e definon. Thot vetë përmbajtja nuk është thjesht durim, por është kulmi i adhurimit ndaj Allahut Madhërisëm përgjatë momentit të tensionimit. Ta adhurosh Allahun, ta kujtosh Allahun në momente tensioni është vlerë e lartë. Është devotshmëri e rrallë. Jo çdo kush ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Dhe me këtë janë karakterizuar pejgamberët e Allahut. Pra çdo kush që e ka veten nën kontroll, çdo kush që vetë përmbajtjen e ka virtyt thelbësor dhe kryesor në karakterin e tij, në fjalët e tij dhe në veprimet e tij, ai realisht dëshmon për një nivel të lartë devotshmërie. Dëshmon se në zemrën e tij, në mendjen e tij nuk mund të dominojë tensioni, por padyshim se do të dominojë imani, do të dominojë besimi. Nga se ai nuk ja jep asnjë mundësi as djallit, por edhe as kujt tjerëve prej argatëve të djallit që këtë raport mes tij dhe mes Allahut Madhërisëm ta cenojë. Sado që mund të përjetojë prej tensioneve të natyrshme, nga se jemi njerëz. Nuk është e lehtë kur dikush vije të ofendon, të nënçmon apo të bën padrejtësi. Por fuqia më e madhe që tregohet në ato momente është fuqia e imanit. Dhe ne realisht për këtë jetojmë, për t'ia dëshmuar Allahut se sa të fuqishëm jemi në iman, në besim. Prandaj nuk bijem prej e reagimeve të pamatura dhe e provokimeve të njerëzve, e të dalim në nivelet e tyre e të bijem prej këtij tensioni, pastaj ta zbejmë raportin ton me Allahun e Madhërisëm. Sepse për ne nuk ka më të rëndësishëm se sa Zoti. Dhe vetdia jonë është aq e ngritur, sa që ne nuk lejojmë të bijem prej e këtyre pengesave dhe kurtheve të djallit mallkuar. Pastaj njeriu që përmbahet në zemrim fiton dy fish, edhe shpërblimin tek Zoti, por edhe respektin e njerëzve. Njeriu që e ka fuqinë e vet përmbajtjes, ai nuk bie prej e reagimeve dhe provokimeve të njerëzve e ta humb shpërblimin tek Allahu i Madhërisëm, që është më e rëndësishmja, e pastaj përrjedhoi ta humb edhe respektin tek njerëzit. Njerëzit që karakterizohen me mos kontrollim të vetvetes, mos kontrollim të zemërimit, me impulsivitet në fjalë dhe në vepra, ata nuk gëzojnë respekt tek njerëzit. Çdo herë trajtohen si njerëz jo të mirë dhe nuk kanë dëshirë që t'i kenë afër ata njerëz. E para se gjithash e humbin shpërblimin tek Allahu i Madhërisëm, nga se ne në jetën e kësaj bote do të sprovohemi. Dhe një prej sprovave më të rënda është dhe sprova me njerëz të pamatur, me njerëz provokator, me njerëz që vazhdimisht mundohen që të na tensionojnë në jetët tona. Por ne çfarë duhet të tregojmë? Duhet të tregojmë vlerë para së gjithash karshia Allahut Madhërisëm, sepse ne synojmë shpërblimin më madhështor nga ana e tij, që është xheneti i Zotit. E xheneti i Allahut nuk fitohet me lehtësi. Një prej provave më të drejtpërdrejta të asaj se ne sinqerisht e synojmë xhenetin është vetëpërmbajtja. Kur ti e përmban veten, nuk shpërthen, nuk eksplodon, sepse një virtyt i tillë nuk i përket besimtarit të devotshëm. Pastaj në rrafshin social, vetëpërmbajtja është themel për drejtësi, ndërsa në aspektin psikologjik ajo kontribon në stabilitet emocional. Zakonisht një njeri që karakterizohet me virtytin e lartë të vetëpërmbajtjes, ai është i predispozuar që t'i trajtojë dhe t'i gjykojë gjërat me drejtësi. Pra ka prirje për t'u udhëhequr me drejtësi, si në familje, po ashtu edhe në shoqëri. Madje e urren padrejtësi. Nëse ndodh ndonjë padrejtësi, qoftë ndaj tij apo ndaj dikujt tjetër, dhe ky ka mundësi ndryshimi apo edhe parandalimi, ai do ta bëjë të pamundurën që ta parandalojë një gjë të tillë apo ta largojë atë padrejtësi eventuale. Për dallim për një njeriu që karakterizohet me zemërim të pakontrolluar. Ai jo që nuk mund të bëhet pengesë e padrejtësive nga të tjerët, por jo rallëherë bëhet edhe faktor kryesor i shkaktimit të padrejtësive ndaj të tjerëve. Nga se zemërimi ta humb toruan, ta humb kontrollin, të verbon krejtësisht, edhe ku nuk e ke mirë të duket se je mirë. Shkarkohesh vetvetiu, mirë po u bësh ngarkesë të tjerëve. Dhe esenca e jetës së kësaj bote nuk është që ne ta shkarkojmë veten e ti ngarkojmë të tjerët, por është që
Të mos e ngarkojmë veten e as mos t'i ngarkojmë të tjerët. Askuj nuk i ka lindur me zor. Për çfarë arsye ne të ballafaqohemi me njerëz që nuk janë në gjendje as edhe minimalisht ta vetë kontrollojnë veten. Vetë përmbahen. Por një njeri që shquhet me cilësinë dhe me virtytin e vetë përmbajtjes, ai do të jetë përherë i drejtë. Përpos kësaj, ka stabilitet emocional. Pra, jo që nuk bën padrejtësi, por edhe nuk përjeton çrregullim emocional në vetveten e tij. Ndonse mund të lëndohet nga fjalët e rënda. Mund të lëndohet edhe nga veprimet e pamatura të dikujt, por kjo atij nuk i shkakton çrregullim emocional. Nuk lejon që ai të dalë nga karakteri i formuar i tij, sepse ai përgjatë një procesi të gjatë ka punuar me veten e tij, saqë ka arritur në nivelin e vetkontrollimit të emocioneve të tij. Dhe këtë stabilitet emocional të mundson vetëpërmbajtja. Prandaj është vlerë e rrallë dhe e veçantë në Islam. Vetëpërmbajtja gjithashtu është një shenjë mençurisë, e pjekurisë dhe e devotshmërisë. Ajo sjell përfitime në shumë nivele. Një person, një besimtar dhe një besimtare që karakterizohet me vetëpërmbajtje, realisht ai është i mençur. Ai nuk mund të jetojë jetën e një të çmenduri, e një të pamaturi, e një të ngutshmi. Ai çdo herë do të jetë i mençur në fjalët dhe në veprimet e tij, sepse është analitik, i analizon veprimet para se të shpërthejë emocionalisht. Ai nuk lejon që fjalët e tij dhe veprat e tij të veprohen pa u analizuar. Nuk lejon që në raportin e tij me Allahun e Madhërisëm të ndërhyjë diçka e ta zbeh devotshmërinë e tij, sepse devotshmëria për të është gjëja më e rëndësishme. Dhe përfitimet e vetëpërmbajtjes janë të shumta, fillimisht nga aspekti shpirtëror, ku njeriu që ditë të përmbahet e ruan paqen e brendshme, e shmang trazimin e shpirtit. Një njeri që karakterizohet me virtytin e vetëpërmbajtjes, ai maksimalisht e ruan paqen e tij të brendshme, shpirtërore, por gjithashtu edhe e ruan shpirtin nga trazimi. Nuk ka më keq se sa të trazohet shpirti. Pra, ku shpirti nuk zë vend as në trupin e vet. Ku shpirti nuk është i qetë as në trupin e vet. Ky realisht është burgi më i keq që mund përjetohet në jetë. Kur ti në këtë kafaz fizik që quhet trup, nuk gjen paqen e kërkuar dhe të nevojshme për veten tënde. E si është fjala pastaj që me i siguru paqet e tjerëve, është krejtësisht e pamundur. Por ai që vetë përmbahet, ai është në paqe me vetveten. Ai është çdo herë i qetë në shpirt, edhe përballë problemeve më të mëdha jetësore, gjë që mund të ndodhin. Është krejtësisht normale, nga se jeta e kësaj bote është jetë e sprovave, është jetë e testimeve. Por qetësia e tij shpirtërore nuk lejon që ai të bëjë gabime të parikuperueshme në jetë. Pastaj mundson marrëdhënie të qëndrueshme. Njerëzit që kanë vetëpërmbajtje të theksuar, çdo herë janë shkak i ruajtjes së raporteve edhe familjare, edhe kolegjiale, por edhe shoqërore në përgjithësi. Madje edhe çdo herë bëhen shkak i pajtimit të njerëzve, me maturinë e tyre, me qetësinë e tyre, me përmbajtjen e veteve të tyre, si në fjalë, si në vepra, bëhen modeli më i mirë i afrimit të njerëzve, i pajtimit të tyre dhe i zgjidhjes së problemeve të tyre. Pastaj vetëpërmbajtja e forcon karakterin e njeriu. Aftësia për të ndalur veten në momentet e zemërimit është tregues i një personaliteti të fuqishëm dhe të balancuar. Nëse dëshiron të dish se çfarë karakteri ke, pyet e veten se sa i vetëpërmbajtur je. Nëse vetëpërmbajtja zë vend kryesor në karakterin tënd, kjo tregon se ke karakter të fuqishëm. Në të kundërtën, në qoftë se nuk karakterizohesh me vetëpërmbajtje, apo karakterizohesh me zemërim të pakontrolluar, kjo tregon se ke karakter të dobët. Njerëzit e fuqishëm historikisht në botë janë ata që kanë pasur karaktere të fuqishme, personalitete të fuqishme, dhe nuk mund të mendohet e jo më të përjetohet një karakter i fuqishëm pa vlerën dhe virtytin e vetëpërmbajtjes. Pejgamberët e Allahut pothuajse të gjithë, pa asnjë përjashtim, e kanë pasur këtë karakteristikë, këtë vlerë. Prandaj janë njerëzit më të fuqishëm në historinë e njerëzimit. Edhe pasuesit e pejgamberëve gjithashtu. Në veçanti pasuesit e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ne kur lexojmë për jetëshkrimin e tyre, kur lexojmë për gjithat
karrierë të bujshme, fetare e profesionale që ata e kanë pasur në jetë, gjejmë në veprat e tyre, në fjalët e tyre, virtytin më të lartë e që është vetëpërmbajtja. Pra, rastet e rralla kanë qenë që kanë ndodhur dikush edhe ka shpërthyer në moment edhe në afekt e ka thënë ndonjë fjalë të pamatur. Janë shumë të rralla. Pra shoqëria e sahabëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk është quar me zemërim të pakontrolluar, por është quar me vetëpërmbajtje. Prandaj edhe janë modeli më i mirë për të pasuar. Problemi hyjnor që është një prej çështjeve që më shumti na preokupon neve, e që vetëpërmbajtja mundson shumë në këtë drejtim, saqë bëhet vepër që shpërblehet nga Allahu dhe bëhet shkak i pastrimit të shpirtit dhe i afrimit me Zotin e Madhërisëm. Kur Aisha radhiyallahu anha u ballafaqua me disa prej çifutëve në praninë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ata e përshëndetën pejgamberin tonë të dashur, por e kishin me djallëzi. Në vend se t'i thonin Esselamu alaikum, paqja, mëshira dhe bekimi Allahut qoftë mbi ty, ata thanë Esselamu alaikum, vdekja qoftë mbi ty. Por e thanë në shpejtësi, në mënyrë që mos e kuptonte pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam. Por Aisha e dëgjoi dhe e kuptoi më njëherë dhe reagoi i vrullshëm. Atëherë pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam i tha kësaj: Ja Aisha, o ja Aisha, irfaqi, tha je but në qasje, në trajtim, pra mos reago, mos eksplodo kësaj. Fa inna Allah idha arada bi ahli bejtin khajra, adkhala alejhim rifq. Nëse Allah, kur ja dëshiron të mirën një familje, u ambjell atyre butësin në te. Pra, fuqia më e madhe e njeriut në reagime është butësia, nuk është ashpërsia. Aq sa vetë Allahu i Madhërisëm i ka thënë pejgamberit ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur ja shpërfaq vlerën e butësisë së karakterit të tij, i thotë kësaj: "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Po të ishe i ashpër, rigoroz, po të kishe karakter arrogant, jo të butë, por karakter të ashpër, lanfaddu min hawlik. Ata që ti i ke për rreth vetës do të iknin prej teje. Nëse natyrshmëria njerëzore nuk e pranon të ashprën, e do dhe e pranon të butën, butësinë, kush do të ikte? Në radhë parë do të iknin ata që ishin të parat që pranonin Islamin. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu e shumë të tjerë. Prandaj i tha: O Aisha, ji i butë në qasje. Mos reago vrullshëm, edhe kur ke hak, edhe kur e drejta është me ty. E sa i përket atyre që e thanë atë shprehje, a nuk dëgjova, tha se dhe unë thash wa aleikum, edhe nda juve gjithashtu. Nëse keni dhënë selam paqësor, edhe nda juve paqi selam paqësor. Nëse keni mallkuar, edhe nda juve njëjtë. U zënë t'juve mallkimi që ju e keni thënë me gojet tuaja. Pra, qasja e një besimtari të devotshëm duhet të jetë e butë. Duhet të karakterizohet morali i tij, personaliteti i tij me butësi dhe me vetëpërmbajtje. Tani, si ta përmbaj veten? Praktikisht, do t'i përmend disa prej këshillave që të gjithë kemi nevojë, duke filluar nga unë e pastaj edhe nga gjithë ju që na dëgjoni dhe keni dëshirë e interes për të mësuar për një gjë të tillë. Për të arritur vetëpërmbajtjen, njeriu duhet të punojë vazhdimisht me veten përmes disa hapave praktik shpirtëror. E para, duhet ta ngrit vetdijen më të lartë dhe më të vyer që është vetdia fetare, e që me terma të tjerë quhet taqwa apo devotshmëria. Të kuptuar të pasojave të zemërimit ndihmon në frenimin e tij. Pra, nëse dëshirojmë mos me ra prej e zemërimit të pakontrolluar, duhet që ta parandalojmë atë, ta frenojmë veten në mënyrë që mos e përjetojmë zemërimin e pakontrolluar. Ibn al-Qayyim thot, ai që e di se Allahu e sheh në çdo çast, nuk lejon që zemërimi ta vërboj. Pra kur vetdia jon fetare, devocionale, është në nivelet më të larta, edhe në momentet kur ne mund të sprovohemi, mund të provokohemi nga dikush, madje edhe mund të bëjnë padrejtësi në raport me ne nuk e ulim këtë vetdije fetare. Çdo herë kemi parasysh Allahun që na sheh dhe që na dëgjon. Ndonse ata nuk e meritojnë një qasje kaq të butë, nuk e meritojnë një qasje me kaq vetëpërmbajtje, por e meriton Allahu, sepse ai është duke na testuar me ata njerëz, është duke na sprovuar me nivelin e tyre.
Andaj ne duhet t'ja lejmë vetvetes që të bijmë në nivelet e tyre e pastaj ta humbim shpërblimin tek Allahu i Madhërisëm e Zoti na ruaj pastaj edhe ta meritojmë ndëshkimin e tij. Sepse një gjë e tillë do të ishte humbje e madhe. Largimi nga situata nxitse. Duhet çdo herë të largohemi situatave nxitse që shkaktojnë zemërimin e pakontrolluar. Prandaj pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se kur zemërohemi të ndrojmë pozicion. Të ulemi nëse jemi në këmbë. E nëse jemi të ulur të shtrihemi. Pastaj të marrim abdes. Gjë që edhe dëshmon hadithi ku thot vet ai sallallahu alaihi wasallam idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Nëse dikë prej jush e kaplon zemrimi, gjë që është krejtësisht normale, mu zemëru ndonjëherë, atëherë thot, nëse është në këmbë le të ulet. E nëse nuk i kalon zemërimi as në këtë rast, atëherë thot le të shtrihet. Kjo tregon se ndryshimi dhe thyrja e rutinës momentale është dobëpruese në parandalimin e zemërimit të pakontrolluar, apo në menaxhimin e zemërimit dhe të nervozës momentale. Në qoftë se jemi në këmbë, ndryshoje vendin, lëviz, shko ulur, nëse je ulur, ndryshoje vendin, lëviz, shtrihu. E para se gjithash duhet të kërkojmë mbrojtje nga Allahu i Madhërisëm prej cytjeve të djallit mallkuar. Prandaj kur reagoi një sahab ndaj një sahabiu tjetër me zemërim të pakontrolluar, çfarë tha pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam? Tha, unë e di një fjalë, sikur ta thonte atë, nuk do t'i ndodhte kjo. Cila është kjo fjalë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj o Allah prej teje mbrojtje nga djalli i mallkuar, nga cytjet e djallit të mallkuar. Sepse një praktikë e tillë është e dobishme. Allahu për shkak të fuqisë së kësaj fjalie, sepse në të ka instaluar një begati që nuk gjendet në asnjë fjalë tjetër. Pra kur ne themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, normalisht me bindje të thellë, automatikisht ndryshon gjendja shpirtërore në ato momente. Sado që të jemi të nervozuar. Pra kur i drejtohesh Allahut me përgjërim të thellë dhe me sinqeritet maksimal, dhe i kërkon mbrojtje nga cytjet e djallit mallkuar, zemra jote, shpirti yt përjeton një qetësi menjëhershme. Pastaj mendja këndellet, edhe trupi është i matur. Gjymtyrët tona nuk bëjnë veprime apo dhunë që nuk duhet të ndodhin. Pastaj mbajtja e heshtjes, mos reagimi me fjalë të nxehta e parandalon përshkallëzimin e konfliktit. Pse duhet të reagojmë menjëherë në mënyrën siç të tjerat na trajtojnë neve? Pse duhet të keqit t'ia kthejmë me të keqe? Pse duhet atij që provokon t'ia kthejmë me provokim? Atij që eventualisht mund të thotë fjalë të rënda në raport me ne, ne t'ia kthejmë në të njëjtën mënyrë. Kjo nuk është qasja e kërkuar nga ana jonë. Nga se ne çdo herë dëshirojmë t'ia dëshmojmë Allahut formimin dhe edukimin ton maksimal për hir të tij, në mënyrë që të gëzojmë për shpërblimeve të tij. Prandaj ai që nuk ngutet me fjalë të nxehta, ai e parandalon zemërimin e pakontrolluar. Që në fillim. Edhe para se gjithash nuk lejon që të ketë përshkallëzim konfliktesh. Sa raste ka ku njerëzit për shkak të nxehtësisë momentale në afekt fjalën e keqe e kthejnë me të keqe edhe pasojnë konfliktet deri në ballafaqime fizike. Por ai që tregohet i matur në ato momente, sepse nuk fiton asgjë. Nëse dikush ka provokuar në ato momente dhe ti ja ke kthyer në njëjtën mënyrë, çfarë ke fituar? Asgjë. E ke përshkallëzuar problemin, edhe e ke çuar Zot na ruajt në fatalitet. Por kur ti tregon maturinë në ato momente, e anashkalon atë fjalë apo atë veprim të pamatur të dikujt, ti tregon se je njeri i matur. Ti përpos që e ke mbrojtur atë njeri nga një humbje dhe nga një dështim, para se gjithash ke treguar fisnikëri nga ana jote, ke treguar pjekuri dhe devotshmëri. Dhe në fund meditimi dhe lutja. Përmes namazit, përmes Kuranit, leximit të Kuranit, meditimit të ajeteve dhe mesazheve të Kuranit, njeriu e forcon vetkontrollin dhe e zhvillon durimin. Një prej virtyteve më të larta krahas vetpërmbajtjes është edhe durimi. Madje aty ku ka vetpërmbajtje, duhet të ketë edhe durim. Sikurse aty ku ka durim, ka edhe vetpërmbajtje. Ato janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Dhe kur ne tregohemi meditues të ajeteve të Kuranit dhe lutës të sinqert përgjatë lutjeve tona, kjo do të na shtojë neve fuqinë shpirtërore
që manifestohet përmes vetë përmbajtjes që ne kemi në fjalët dhe në veprat tona. Prandaj sa më shumë që investoni në meditimin tuaj, në ajetet e Kuranit, sa më shumë që i luteni Allahut sinqerisht dhe me përgjërim të thellë, që Allahu juve t'ua ruaj durimin, t'ua shtoj atë, t'ua gdhen sa më tepër shpirtin me vetë përmbajtje, t'ua arrit gradat sa më të larta të devotshmërisë. Aq më tepër do të bëheni shëmbulltyr jo vetëm për familjarët tuaj, por edhe për shoqërinë ku ju jetoni. Andaj për fund, vetëpërmbajtja është një cilësi që kërkon përpjekje, është proces i gjatë, kërkon vetdije të lartë, mbështetje tek Zoti i Madhërisëm, nuk e përjashton ndjenjën e zemërimit, por e kanalizon atë drejt një përgjigje të matur e të dobishme. Njeriu që di të përmbahet është i fortë, njeriu që di të përmbahet mbetet i respektuar dhe padyshim se do të jetë i suksesshëm si në këtë jetë, po ashtu edhe në ahiret. Kaq sa i përket kësaj teme të rëndësishme, kësaj sfide shumë të rëndësishme dhe këtij shqetësimi që na preokupon secilit prej nesh, lutim Allahun e Madhërisëm që të na bëjë për besimtarëve që kanë vetëpërmbajtje të theksuar në karakteret e tyre, në veprimtaritë e tyre, sikurse kërkojmë nga i gjithdijshmi absolut që të na mundsojë arritjen e njohurive sa më të rëndësishme dhe sa më të duhura për jetën tona, për ta formuar dhe për ta ndërtuar karakterin ton, e para së gjithash për ta arritur kënaqësinë e tij. Sa i përket shqetësimeve të radhës, me lejen e Allahut Madhërisëm, takohemi javën e ardhshme. Lutim Allahun që kudo që t'jeni, t'ju ruaj, t'ju begatoj, t'ju lumturoj si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Shihemi javën e ardhshme inshallah taala. Wassalamu alaikum.